vetëm një sa doli nga dera e shtëpisë dhe se ka vënë akoma ripin, unë personalisht, dhe po të them, kur vetet e vijat e bardha, sa ti prek ato pak vijat, por natyrisht prap ndaloj, po të themi, por të kalosh me të kuqe, të bësh parakalimet gabuara, të ecësh tej normave të lejuara, pra kur është 20 ti jesh me 100, dhe kur është 90 ti jesh me 180, ose si që kemi pasur, kemi barakte dhe me 210 e 20, të gjitha këto toleranca duhet të jetë zero. Shikola, në fakt, këto ndryshimet kodit rrugor, por edhe sidomos në kodin penal për të specifikuar nga aksident me pasoj vdekjen, apo me shkaktimin e vdekjes, në vrasje janë kërkuar që në 2016 kur e ka kërkuar ish ministri i brendshëm Sajmir Tahiri. Më pasu nuk u bë asnjë gjë në atë momente. Jo vetëm në atë momente, por dhe sot që ne flasim, prandaj jemi në këtë pikë. U kërkuan sërish në 2020. Kujtoj në këtë rast një familje gjitha që u shua fatkeqësisht dhe në një aksident në autostradën Fier-Vlorë. U bë e njëjta skenë dhe në atë momente. Pra, sa herë që kemi aksidente dhe incidente kaq të rënda, pra të cilat shkojnë deri në vrasjen e fëmijëve të mitur, akoma edhe më rëndë, dhe familje që shuhen në këto aksidente, kemi po të njëjtit politikan, pak rëndësi ka nga e majta, apo nga e djata që kërkojnë ndryshime të kodit penal dhe të kodit rrugor. Dhe vijojnë të jemi po në pikën 0, duke i numëruar si ditë të cilat do t'i përfundojnë këtyre drejtuesve mjete. Shpresoj të kemi ndikuar sa do pak, ju falenderoj për prezencën në studio, për analizën e së gjithës, dua ta mbyll këtë pjesë të parë me 1 minutë heshtje që në fakt erdhi edhe nga deputetët e Kuvendit të Shqipërisë sot. 1 minutë heshtje për 2 jetë të humbura, 2 ëngjëj të kthyer sot. Dhe rikthehemi pas publicitetit në pjesën e dytë, përqendrojmë vëmendjen tek politika e ditës.